Ballkani gjithmonë prodhon lajme, e kështu ka ndodhur dhe këto ditë, ku dy kanë qenë lajmet kryesore. Presidenti i Republikës Srpska në Bosnjë Hercegovinë, Milorad Dodik, ka këmbgulur duke provokuar se Bosnja do të shpërbëhet, ndërsa presidenti Vučić edhe ai këmbgul se do të shkojë në 9 maj, në ditën e fitores në Rusi, në Moskë, edhe pse kjo ka sjellë reagimin e ashpër të Bashkimit Evropian. Në Bosnjë çdo gjë është e qartë, është thjesht një kaos të cilin nuk mund të analizosh pa hyrë thellë në histori, në gjeografi, në politika, në raporte ndërsjellta kombëtare, etnike, fetare, kështu që përfundimisht kjo deklarata e fundit e Miroslav Dodik si për shkputjen, ashtu edhe për atë deklaratën se bosnjakët musliman duhet të bëhen o ortodoks o katolik, më shef në vete disa momente të cilat opinioni në rajon i merr ashtu sipërfaqësisht, po ka një domethënie më të thellë. Është indikative që zoti Dodik mundohet për një infuzion të fesë në politikë, edhe nëse shiqoni me vëmendje, jo vetëm në Bosnjë, po edhe në Serbi, edhe këtu në Maqedoni, gjithnjë më pak klasa pro-serbe dëshiron të fletë për etnicitetin slav, por preferojnë të bartin dialogun në fushën e distinksioneve fetare. Kjo duke ndoshta e befasueshme, por në fakt është një trend që ka filluar me Viktor Orban, i cili gradualisht bën të një transversale nga nacionalizmi hungarez si me trashëgimin turko-aziatike, dhe duke u prezentuar veten si mbrojtës të vlerave krishtere europiane. E njëjta vlen edhe në Ballkan nga aspekti i islamit, ku favorizohet kjo prejardhja e ndikimeve otomane apo osmane. Por gjitha këto një mënyrë janë retorika sipërfaqësore të cilat mbulojnë do krizat të thella identitare që ekzistojnë si në Serbi, ashtu edhe në Republika Srpska, dhe që zoti Vučić ndjen si kërcënim për konsolidimin e atij aspektit shtetëror serbian. E kam thënë për herët në emisionet e juaj, po prapë e them që duhet të bëhet distinksioni mes dallimit etnik serb si etni edhe serbian si shtetës. Por ajo që është më interesante është që tani kriza në Bosnjë po thellohet edhe me deklaratën e fundit të përfaqësuesit kroat, i cili tani me haptas insiston në krijimin e 3 entiteteve përbërëse në Bosnjë, që në një mënyrë ndoshta mund të prejkë edhe në vendet e tjera të rajonit me kompozicion multietnik, si që është në Maqedoni. Qartë, flasim për gjeopolitikën, duket se atë që premtoi se do të arrinte paqen që në ditët e para me të ardhur në Shtëpinë e Bardhë, Donald Trump duket se po jas shara në gozhd, le të themi, si me Putin, i cili të paktën kështu thonë edhe vetë në Moskë, që nuk është s'pak e lehtë paqja, por edhe me Ukrainën sot ka dështuar dhe nënshkrimi për burimet minerale mes SHBA-s dhe Ukrainës. Dini, ekziston një arsye tradicionale pse edhe opozita, edhe mediat, edhe partia në pushtet insistojnë atë 100 ditëshin si një marrëveshje gentlemane për mos sulmim gjatë themelimit administratës. Zoti Trump e shkeli këtë parim, dëshiron të vetë si ai si njerëz të tij që të jenë gjithnjë në media, të bën shumë politike, deklarata dhe veprime të cilat konsideroheshin alarmante, dhe në një mënyrë humbi shansin që të fillon të instalon politikat e veta në mënyrë më të qetë, më sistematike, më dinake, më diplomatike kudo nëpër Washington, në institucionet e Washingtonit, dhe tani kjo i kthehet si një bumerang. Është normale, pasi që në fillim, në këtë 100 ditëshin e parë, zoti Trump nuk e eksponoi vetëm si një njeri fuqishëm,
por fatkeqësisht eksponoi edhe pikat e dobëta. Jo atë shumë në krahas Rusisë dhe Evropës, ku gjithnjë mund të ketë një kthes dhe të befason, ndoshta edhe për më keq, ndoshta edhe për më mirë, por besoj që goditja më e rëndë dhe është të themi nga psikologjinë politike më e dhimbshme vjen nga Pekingu, i cili jo vetëm se që refuzoi presionin, por tani nëse përcjellni gradualisht Pekingu po tenton të paraqet veten si një lider të botës së lirë demokratike, duke goditur vetë imazhin dhe statusin e Shtetit Bashkuara në botë dhe primatin e saj si demokracia më e fuqishme botërore. Kështu që është lehtë të nisosh këto politika të cilat zoti Trumpi me atë zell i favorizonte, por befasia përgjigjja më adekuate edhe ndoshta një leksion për atë që do vazhdon të ndodhë në Europë në muajt paranesh,